Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe dhe gjithmonë kam qenë nga ato gra që nuk i thon jo eksperiencave të reja. Nuk më ka pëlqyer kurrë rutina, as jeta e parashikueshme. Kam dashur gjithmonë të provoj, të sfidoj veten, të shoh se deri ku mund të shkoj. Ndoshta për këtë arsye, çdo ditëlindje për mua nuk është thjesht një fest, por është një justifikim për të bërë diçka ndryshe. Diçka që do ta kujtoj. Këtë vit vendosa diçka që në fillim më dukej pak e çuditshme edhe për veten time. Doja të hyja në një dhomë të kyçur me 3 burra. Po e dëgjuat mirë. Jo për atë që mund të mendojnë njerëzit, po për të parë veten time në një situatë të re. Për të kuptuar si reagoj kur jam jashtë çdo komoditeti. E organizova gjithçka përmes internetit. Ishte një platformë ku njerëzit regjistroheshin për eksperienca të reja, takime, biseda me të panjohur. Zgjodha 3 burra, secili me një profil krejt të ndryshëm. Nuk i njihja, as ata s'me njihnin mua. I vetmi rregull ishte i thjeshtë, do të kalonim disa orë të mbyllur në një dhomë, pa telefona, pa ndërprerje, vetëm duke folur me njëri tjetrin. Dita erdhi. E ndjej një lloj tensioni në stomak, por nuk kisha frikë. Ishte emocion. Kur hyra në dhomë, ata ishin tashmë aty. U prezantuam shkurt, atmosfera në fillim ishte e sikletshme. Asnjëri nuk dinte nga t'ja niste. Por kjo ishte pjesa më e bukur e eksperiencës. Pse je këtu? Më pyeti njëri prej tyre pas disa minutash heshtje. Qesha lehtë, sepse nuk dua të jetoj një jetë të zakonshme. Kjo gjë e theu akullin. Biseda filloi ngadalë, fillimisht për gjëra të thjeshta, punë, përditshmëri, histori personale, por me kalimin e kohës u bë më e thellë. Filluam të flasim për frikrat, për zgjedhjet që kishim bërë në jetë, për gjërat që do donim të kishim bërë ndryshe. Njëri prej tyre foli për një dashuri që e kishte humbur sepse nuk kishte pasur guxim. Tjetri për një jetë që nuk e ndjente si të tijën. I treti ishte më i heshturi, por kur fliste, fjalët e tij kishin peshë. Dhe unë po dëgjoja, po vëzhgoja dhe po kuptoja. Në një moment e gjeta veten duke folur për gjëra që nuk e kisha thënë askujt më parë. Ndoshta sepse ata ishin të panjohur, ndoshta sepse nuk kisha frikë nga gjykimi i tyre. Vetëm 3 burra dhe unë në një dhomë duke qenë të sinqertë. Koha kaloi pa e kuptuar, atmosfera ndryshoi, nga gjendja e sikletit u kthye në një afërsi. Fizike, por edhe njerëzore. Kur dera u hap dhe eksperienca mbaroi, ndjeva diçka që nuk e prisja kurrë. Nuk ishte thjesht kënaqësi. Ishte një lloj qetësie, një ndjesi që kisha prekur diçka të vërtetë. Dola nga ajo dhomë ndryshe më shumë se sa hyra. Jo sepse takova 3 burra, por sepse për disa orë pash njerëz pa filtra. Pas asaj dite mendova se gjithçka përfundoi aty. Një eksperiencë e çuditshme, një histori për t'u treguar ndoshta një ditë dhe kaq. Por e vërteta ishte ndryshe. Ajo dhomë më kishte lënë diçka pas. Një ndjesi që nuk po më largohej. Nuk ishte varësi, nuk ishte as kurreshtje e thjeshtë. Ishte diçka më e thellë. Një dëshirë për të kuptuar më shumë, për të shkuar më tej, për të hyrë më thellë në atë lloj sinqeriteti që rrallë gjen në jetën e përditshme. Ditët kaluan, por mendja më kthei shpesh tek bisedat, mënyra si njerëzit hapen kur nuk kanë asgjë për të humbur. Tek ajo ndjesi që askush nuk po përpiqej të dukej ndryshe nga ai që ishte. Një mbrëmje pa e menduar shumë, hapa sërish faqen ku e kisha organizuar atë eksperiencë. Nuk e bëra me njëherë për të rezervuar diçka, thjesht për të parë. Por sa më shumë lexoja, aq më shumë ndjeja që më të rishte përsëri. Këtë herë kishte një format tjetër.
Jo më vetëm një dhomë, por disa takime të lidhura mes tyre në një lloj rruge, ku të njëjtët njerëz takoheshin disa herë dhe shkonin gjithmonë më thellë në biseda. Pa e kuptuar, u regjistrova. Këtë herë kur mora konfirmimin, ndjeva një emocion ndryshe. Jo si herën e parë, tashmë nuk isha thjesht kurioze. Isha e vetëdijshme për atë që po kërkoja. Takimi i dytë ndodhi disa ditë më vonë. Kur hyra në dhomë, u ndala. Nuk ishin njerëz krejtësisht të rinj. Njëri prej tyre ishte aty. Ai që kishte folur më pak herën e parë. Ai që më kishte lënë më shumë përshtypje pa thënë shumë. Më pa dhe buzëqeshi. Nuk më duket rastësi që je këtu përsëri. Edhe mua s'më duket, ja ktheva. Të tjerët ishin të rinj, por atmosfera këtë herë ishte ndryshe nga ajo e fillimit. Më pak siklet, më shumë thellësi. Bisedat nuk kaluan më në sipërfaqe, shkuan direkt aty ku dhembte, aty ku njerëzit zakonisht nuk flasin. Ai filloi të hapet më shumë, më tregoi për jetën e tij, për zgjedhjet që nuk I kishte bërë, për gjërat që I kishte lënë përgjysmë, dhe pa e kuptuar, bisedat tona filluan të marrin një drejtim tjetër. Nuk bëi fjala më për flirt, nuk ishte as diçka e thjeshtë. Ishte një lloj lidhje që lind kur dy njerëz e kuptojnë njëri tjetrin pa shumë shpjegime. Pas takimit nuk u larguam me një herë, dolëm jashtë vetëm për kafe. Dhe aty jashtë asaj dhome gjithçka dukej ndryshe, më reale, më konkrete. Nuk fola me një herë sepse ndjeva që ai ishte një person introvert. Nuk e dija ende çfarë ndjeja me të, ditët pasuan dhe filluam të flasim më shumë. Jo çdo ditë, jo vazhdimisht, por mjaftueshëm sa të kuptoja që kjo nuk ishte më vetëm një eksperiencë. Dilema brenda meje nuk po largohej. Isha mësuar të eci përpara pa u ndalur, të mos lidhem shumë me asgjë, të mos jap vetes kohë për të ndjerë thellë. Por këtë herë nuk ishte kaq e thjeshtë. Ai nuk ishte thjesht një eksperiencë, dhe kjo gjë më trëmbte. Çdo gjë që ka kuptim kërkon përgjegjësi. Filluam të takoheshim më shpesh, jo më në dhoma të mbyllura me të panjohur, por në vende të zakonshme, kafe të thjeshta, shëtitje të gjata, biseda që zjateshin pa e kuptuar. Ajo që më habiste më shumë ishte se sa rehat ndihesha pranë tij, pa nevojën për të bërë përshtypje dhe për të qenë interesante. Isha thjesht vetvetja. Një mbrëmje ndërsa po ecnim në heshtje pranë liçenit, ai më tha diçka që më shokoi. Ti ke frikë të ndalosh. Kur ndalon fillon të ndjesh. Vazhdoi ai. Kjo gjë ishte e vërtetë. Gjithë jetën time kisha vrapuar nga një eksperiencë në tjetrën, duke menduar se po jetoj maksimalisht, por ndoshta po shmangja diçka tjetër. Po nëse nuk dua të ndryshoj, e pyeta. Nuk duhet të ndryshosh, por ndoshta duhet të kuptosh pse je kështu, më tha ai. Kjo bisedë më mbeti në mendje për ditë të tëra. Për herë të parë nuk po përpiqesha të gjeja eksperiencën tjetër, por po përpiqesha të kuptoja veten. Një ditë pa e planifikuar, nuk I shkrova. As ai nuk më shkroi. Kaloi një ditë, pastaj 2, dhe për herë të parë nuk më erdhi më instiktive që të kërkoja diçka tjetër për ta mbushur boshllëkun. Qëndrova me atë ndjesi, e përballova dhe kuptova që nuk ishte aq e frikshme sa e mendoja unë. Pas disa ditësh përsëri u shkruajtëm dhe kjo u shndërrua në një histori që vërtet u duk pa drejtim, por arriti me një përfundim shumë të lumtur.